Po mirë të them më i lirë, tash unë 30 vjet jetoj në kurbetu të bashkë vllai. Vinja në Shqipëri, bëjnja njëra tjetër hymja, dilja, normale se më mdheu. Aty kam le për herë të parë, në Shqipëri o vllai, jam krenar që jam shqiptar, mbi të gjitha ta marrë vesh edhe gjithë milleti. Edhe mbi krenar mbi të gjitha që jam korçar. Që ti se të leron o vllai gjërat të këtilla tash. Edhe jemi bërprinder, jemi me fëmijë, jemi me 4 fëmijë, valla, unë kam 1 e 2, unë kam 4 tash. Një shtetitere në mes të Greqisë, më dhjevin për burgje, fut dil, tash jo bura. Thotë, kapeni prapë, futeni në burg. Jam unë për burg me 4 fëmijë. Se pinja një cigare, se pinja 2 bira. Se njeri s'kam ngacmuar. Tashi, po mundojnë të na ngacmojnë në Korçë. Tashi ti ke 2 gjëra të forta në dorë, se nuk i të kthehemi o vlla, të vim në Korçë, o vlla, të investojmë aty o vlla, kemi 2 lekë për të prishur, ti prishim aty o vlla, të jajmë me njëri tjetrin bashkë o vlla. Ka njerëz fukarenja, edhe po të dalësh aty në rruga në Shëntrialla, po të dalësh atje, të shikosh çfarë bëhet, qia ropt ore për zotin ore. Kam shumë njerëz që kam parë me vite parë i kam lënë. Edhe unë kur vinja atër ju blinja bibilina fëmijëve, ju blinja qumsha mo vlla, për farmaci, jo për supermarketi. E i kanë halal o vlla, se kam vetë 4 fëmijë dhe i kanë halal. Në vjen dita sot mos ma bëj bytha të vi në vendin tim o vlla, në Korçë o vlla, Turp o vlla. Se jo, në ndihmoj i lirë tash. Në ndihmoj i lirë tash, vetëm ti në ndihmon o vlla. Respekte nga Montana i Selaniku të të bish.